Lojtarët shqiptarë të cilët e njohin mirë kampionatin. Është hapur derë madhe europiane tani për Egnatjen. Por është mbyllur një derë madhe për vllazninë e Shkodrës në humbje skandaloze. Ishte i turb. Do me thënë çka ka ndodhur ajo sot, çka ka ndodhur, ai ishte një ndeshje e turpshme. Të psosh 5 gola. Të shkoj klubi në këtë deregje, i pa përgatitur, pa lojtar, me 10 lojtar nga akademia, nuk është përfaqësim në kompeticionet europiane. Nuk e meritojnë tifozët e vllaznisë këtë. Dhe komentet e tifozëve kanë qenë të shumta në faqen zyrtare, isha kurioz për t'i parë, kritika shumë të forta ndaj klubit, ndaj drejtuesve, ndaj trajnerit, ndaj lojtarëve. Duhet mbani përgjegjësi për këtë katastrofë që i keni shkaktuar klubit. Mund ta pranonim një humbje 2-0, ishin disa komente. Por kjo që ka ndodhur është skandaloze. Malisheva 5-0, çfarë pretit kur luan në ndeshjet të mëdha? Ose në ndërson Malisheva, në super ekip Malisheva. Një sekondë, shumë respekt për Malishevën. Tani Malisheva nuk është, nuk di unë, Barcelona. Çfarë pretit në Europë tani? Respekt për Malishevën, po Malisheva ka 2 pjesëmarrje në Kupat e Europës, ishte e dyta kjo. Po kjo tregon talentin e dëshirën e Kosovës, tecën e ekipit përpara. Jo, pra, nuk shkon. Kosova po prodhon futboll të mirë, ekipe të mira, po ecë Kosova. Ka ecë goxha, atë e ke tamam. Po kvalifikohet. Ka fituar një ekip me drita prap. Thomas Bdaris ishte trajneri drita. O zotri, Thomas Bdaris ishte atje trajner. Ku? Te Malisheva, ai ishte te Vllaznia. Tani. Dhe në momentin e festimit të goli 4, ka vajtur, di 4, thot Mourinho, mos e festo golin e 4, se nuk ndodhe ajo. Ka vajtur me një sprint mu të kornja për të reguar, ai ka qenë dyert e Vllaznia. Qa do në të regon dhe se kuptova këta? Me një gërsi që ja i bëm golin e 4. Dhe shikoja për shumë, Mbrojtësa që lunin tek ekipi, 4-0 me të sy në mes, ka vazhtën. Si dihet futbollit? Jo çdo ditë është ndeshje kualifikuese, luhet për Europë, luhet për para, tani nuk ka më vllazërore, se jam kundra këtyre ndeshjeve. Pse vajte këta pa përgatitur? Po çfarë këtyre, çfarë faj ka se feston Malisheva? Çfarë faj kanë tifozët e Vllaznisë? Çfarë faj kanë tifozët e Vllaznisë? Tifozët po, tifozët kanë tifozët e Vllaznisë shikojnë një ndeshje të turpshme. Ka klubi, drejtuesit që kanë bërë këtë merkato, trajneri që nuk ka zgjedhur lojtarët e dur. Pse u larguan gjithë lojtarët që spikate nga Vllaznia? Okej. Ikëm dhe këtu, mirë të paktën shoqëri busjeshëm cik me Egnatjen. Me Egnatjen dhe kemi shpresë tani